Ka shumë faktorë që janë stresi, ushqyerja, pirja e ujit, se pirja e ujit është shumë e rëndësishme. Stresi është thelbësori, edhe të gjitha kemi përjetuar që në momente stresante na bien flokët. Pagjumësia prish gjithë proceset e metabolizmit. Jo vetëm flokëve, jo vetëm flokëve, kështu që duke qenë se shumë gra janë dhe anemike, dhe anemia është një nga armiqt kryesorë të flokëve. Prandaj unë gjithmonë i këshilloj femrat që vuajnë nga rënja e flokëve të bëjnë analizat e anemisë si fillim për të parë ku janë, si janë në nivel organik. Pastaj pjesa tjetër e jashtme është gjë tjetër, që ti mund të përdorësh serumra, mund të përdorësh PRP-n, që është ajo platelet plazma, sigurisht janë të efektshme. Shiko, ideja është që këto nuk është se do e ringjallin. Është mirëmbajtje. Nuk mund të themi përmirësim sepse do ishte pasaj që të rrisim shpresën, por është mirëmbajtje më tepër. Domethënë mikatet, shpeshtërsia e të larit ndikon njerëzve. Shpeshtërsia e të larit, domethënë jemi bërë manjak mbas dushit. Domethënë nuk është përjetuar ndonjëherë në historinë e njerëzimit që njeriu të lahet për ditë. Vetëm tani në kohët moderne. Paktën flokët një herë në 3-4 ditë duhen larë, domethënë maksimumi 2 herë në javë është e mirë të lahen flokët, që të ruhet dhe skalpi e të gjitha. Kështu që mund